Opozita dhe mazhoranca kanë arritur një dakordsi për përbërjen e komisionit që do të udhëheqë reformën zgjedhore, një marrëveshje që synon të kënaqë palët kryesore politike, por edhe të garantojë përfaqësinë për partitë e vogla. Sipas ujdisë arritur, Partia Socialiste do të mbajë 7 vende nga 8 që i takojnë shumicës, ndërsa një karrige do t'i lihet në dispozicion Partisë Socialdemokrate të Tom Doshit. Tom Doshi ishte kthyer në mollë sherri për komisionin. PS kërkonte një vend në anën e opozitës për PSD-n, por PD refuzonte duke thënë se Tom Doshi historikisht ka votuar pro Ramës dhe kjo nuk ishte barazi reale. Kështu, PS ka bërë një hap pas dhe nga 8 vendet që i përkojnë asaj në komision, do të mbajë vetëm 7 karrige dhe një vend ja rezervoi PSD-s Tom Doshit, ndërsa një sakrificë do ta bëjë edhe PD, e cila vendet e saj do t'i ndajë 5 PD, 1 PR, 1 PL dhe 1 Agron Shehaj. Komisioni do të ketë formulën 8+8 dhe do drejtohet nga 2 bashkëkryetar me të drejtë vote. Krijimi i tij pritet të formalizohet në seancën plenare të 30 tetorit. Si pritet të funksiονojë Komisioni për Reformën Zgjedhore? Sipas propozimit nga Partia Socialiste, Komisioni për Reformën Zgjedhore do të përbëhet nga 16 anëtar me ndarje të barabartë, 8 përfaqësues nga Partia Socialiste dhe 8 nga partitë opozitare. Komisioni do të drejtohet nga 2 bashkëkryetar, 1 nga PS dhe 1 nga PD, duke garantuar një balancë politike në drejtimin dhe vendimarrjen. Ky komision ka për detyrë hartimin e ndryshimeve ligjore për reformën zgjedhore, trajtimin e rekomandimeve të OSBE Odirit për zgjedhjet e 14 majit 2023 dhe ato të mëparshme, përgatitjen për raportin e pritshëm mbi zgjedhjet e 11 maj 2025, hartimin e ligjit për financimin e partive politike. Pranë komisionit do të ngrihet një grup ekspertësh teknik, ndërsa OSBE, Këshilli i Evropës, Komisioni i Venecias, BE dhe SBA do të ftohen për të ofruar asistencë dhe ekspertizë. Komisioni për Reformën Zgjedhore do të funksionojë për një periudhë 9 mujore, nga momenti i miratimit me mundësi zgjatjeje nëse kërkohet nga bashkëkryetarët. Vendimarrja do të synojë konsensusin e gjerë dhe çdo vendim do të konsiderohet i miratuar vetëm nëse ka mbështetjen e të 2 bashkëkryetarëve.